Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës. Do të vi pranë jush me një letër që ma ka shkruar një nën, një dhimbje në fakt është kjo shumë e madhe, një ndarje në familje, do me thënë nënën e ka ndarë nga djali, 8 vjeç dhe nëna ka të mere që realisht vetëm nëna të arrin t'i kuptojnë se çdo të thotë që të ndahesh nga fëmia jot vetëm 8 vjeç. Letra ka shumë emocion brenda, ka shumë dhimbje, por gjithsesi ju do ta kuptoni se për çfarë bëhet fjalë. Ka plagë që nuk shihen me sy, nuk rrjedhin gjak, nuk lënë shenja mbi lëkurë, por të cëptojnë shpirtin çdo ditë. Kjo në të vërtetë është historia ime. Po e shkruaj këtë letër me duar që ende më dridhen dhe me zemër që nuk ka pushuar kur së qari. Nuk e di nëse një ditë do ta dëgjosh këtë letër birim. Nuk e di nëse do të lejojnë ndonjëherë ta dëgjosh zërin tim. Por unë nuk dua që të ndalem së të kërkuari ty. Ti ishe vetëm 8 vjeç. 8 vjeç, një moshë kur fëmijët mendojnë se prindërit mund të zgjidhin çdo problem. Ti më shikoje gjithmonë në sy dhe më thoshe: "Mami, mos ki frikë, unë jam me ty." Nuk e dije se unë kisha frikë vetëm nga një gjë. Dhe ajo gjëja birë është të humbisi aty. Dhe ajo ditë erdhi. Nuk do ta haroj kur mëngjesin kur gjithçka në të vërtetë ndryshoi. Ti kishe veshur bluzën tënde të preferuar. Më kërkove të përqafoja edhe një herë para se të dilnim nga shtëpia jonë. Nuk e dija se ai do të ishte përqafimi ynë i fundit. Kur të morën nga duart e mia, unë bërtita me gjithë fuqinë që kisha. Të thërisja me emër, ti qaje dhe zjate duart drejt meje. Më thoje: "Mami, mos më lër." Ato fjalë realisht më ndjekin çdo natë. Do të doja të kisha qenë më e fortë. Do të doja të kisha mundur të ndryshoja gjithçka, por kishte momente kur ndihesha e pafuqishme përballë botës. Që nga ajo ditë, shtëpia jonë nuk është më shtëpi. Dhoma jote ka mbetur ashtu siç ti e le. Lodrat janë ende në raft. Librat e shkollës presin që të hapen. Arushi yt i vogël është ende mbi jastik. Sikur pret që ty të kthehesh. Ndonjëherë hy në dhomë dhe ulem në shtratin tënd. Flas me ty. Të tregoj se si kaloi dita. Edhe pse unë shumë mirë e di se ti nuk je aty. Njerëzit më thonë se koha shëron. Por ato nuk e din se koha nuk e zëvendëson mungesën e një fëmije. Çdo datëlindje pa ty është një plagë e re.
çdo vit i ri, çdo fest, çdo mëngjes, çdo natë. Gjithë shka më kujton ty. Më mungon zëri yt kur më thrisi mami. Më mungon mënyra si më përqafoje pa arsye. Më mungojnë pyetjet e tua të pafundme. Më mungon buzëqeshja jote. Kam frikë se mos ndoshta një ditë do ta harosh aromën time. Kam frikë se mos ndoshta do të bind se nuk të kam dashur. Prandaj, po e shkruaj këtë letër, që ta dish të vërtetën. Nuk kam kaluar asnjë ditë pa menduar për ty. Nuk kam kaluar asnjë natë pa u lutur për ty. Nuk kam pushuar kur së të dashuri ty. Nëse një ditë e dëgjon këtë, dua të mbash mend vetëm një gjë. Ti nuk u braktise. Ti nuk ishe kur barë. Ti ishe arsyeja pse zgjodha dhe unë zgjohesha çdo mëngjes. Ti ishe drita ime. Dhe do të mbetesh gjithmonë drita ime. Nëse sot je diku larg meje, dua të dish se zemra ime njeh rrugën drejt teje. Asnjë distancë nuk mund të na ndajë dashurinë e një nëne ndaj fëmijës të saj. Edhe nëse vitet kalojnë, edhe nëse flokët e mi zbardhen, edhe nëse zëri im do psohet, unë do t'jem duke të pritur, sepse nënat nuk ndalojnë kurrë së prituri. Nëse një ditë troket në derën time, nuk do të pyes pse u vonove. Do të përqafoj fort, do të qaj, do të buzëqesh dhe do të them vetëm këto fjalë. Mirë se erdhe në shtëpi, biri im. Deri atëherë do të vazhdoj të jetoj me shpresën se dashuria jonë është më e fortë se çdo ndarje, sepse askush nuk mund të ma marrë atë që unë e mbaj në zemër. Me dashuri të pafundme, mami. Në fakt, është e vështirë që të rëndash histori të tilla, të lexosh letra të tilla, letra që mbajnë një bagazh shumë të madh emocional, dashurie, por unë me patjetër që dua t'jap një këshill për njerëzit të cilët bëjnë këtë lloj veprimesh që nuk është e bukur të ndash një nën nga fëmia, sepse është arma më e dobët që mund të përdorësh kundër drejt ndaj një femrës.